Problemi është kështu. Prej sa minutash është ndërprerë numërimi këtu në KZZ-6 dhe cili ka qenë shkallë? Ka rreth 40 minuta që procesi i numërimit është ndërprerë. Kjo për arsye se numëruesit dhe vëzhguesit janë të lodhur, po jo vetëm ata. Edhe ne përfaqësuesit e KZZ-s jemi të lodhur, kemi qenë në terren dhe në detyrë që nga dita e shtunë që kemi marrë bazën materiale. Kjo është arsyeja. Ishin thjesht disa probleme teknike dhe ata domethënë ishin të interesuar se cili ishte procesi, se cila ishte arsyeja pse u ndërpre procesi në këtë qendër votimi. Kto ishin arsyet që ju listova edhe juve pak më parë. Jo, nuk bëhet fjalë për urdhra, unë nuk pres urdhra përderisa jam nënkryetaria e KZZ-s 60. Jam një njeri i cili mund të marrë urdhra vetë bashkë vendimet së bashku me dy antarët e tjerë, me sekretarin edhe me antare. Kështu që ne kemi vendosur, thash dhe një shkak është vetëm lodhja njerëzore, që procesi i numërimit të ndërpritet dhe të rifillojmë nesër në orën 8 të mëngjesit pa ndërprer. Nuk është braktisje. Por riktheksoj edhe një herë, nuk është braktisje. Nga kush? Nga personat të veçantë, pasi kam një informacion që nuk keni qartë të herë gjatë orëve të para të mëngjesit. Nuk di domethënë për kujt i referoheni, unë mbaj përgjegjësi për qendrën për KZZ-n 60. Jo, nuk kam. Po. Ne në të se erdhëm pak vonesë kisa tjetër.